Avioni rrëshqet dhe del nga pista e mbuluar me akull, të gjithë pasagerët u transportuan. Një avion i Delta Airlines rrëshqiti dhe doli nga pista e uljes në aeroportin ndërkombëtar Des Moines në Iowa, pasi ajo ishte mbuluar me akull në orën 9:30 të mbrëmjes sipas kohës lokale të shtunën, ndërsa një stuhi e madhe bore përfshiu Midwestin. Të gjithë 58 pasagerët u transportuan shëndoshe mirë nga avioni dhe u raportuan për lëndime. Sipas menaxheres së komunikimit të aeroportit ndërkombëtar, avioni po udhëtonte nga Detroit, Michigan për në Des Moines, Iowa, pa probleme deri në ulje. Delta Airlines lëshoi një deklaratë duke thënë se siguria vjen para çdo gjëje tjetër dhe u kërkojmë ndjesë klientëve tan për përvojën. Në këtë kohë aeroporti nuk ka qenë i hapur për operacione të rregullta, por pritet të rihapej në ditët në vijim. Stuhia e fuqishme dimrore përfshiu pjesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Qendrore këtë fundjavë, me rreshje të dendura bore duke shkaktuar ankth udhëtimi për miliona njerëz, ndërsa kthehen në shtëpi nga festat e falënderimeve. Mbi 1000 fluturime për në dhe nga aeroportet e Chicagos u anulluan brenda 24 orëve, me më shumë ndërprerje që priten gjatë kësaj fundjave.